Kur të duash fillojmë? Filluam, jemi tashmë. Filluam tashmë. Atëherë, ne jetojmë si emigrant në vendin tonë. Ka shumë mërgjimtar që flasin, të cilët tonë një frazë shumë të thjeshtë. Ne duam të kthehemi. Kemi jetuar me marra kopje sepse kemi marrë pra një demokrasi të kopjuar keq në Perëndim dhe që është abuzuar në post-diktaturë në vendin tonë. Pra, ta kuptojmë ndryshe. Bien që marrim nga Perëndimi, e marrim si kopje të keqe dhe e universalizojmë në mënyrë të përshtirë të dhunës, dhe dhunën e vërtet që flë poshtë, duam ta tresim me hares individuale. Miraku ynë është t'jetë dhuna i qartë dhe të zhduki mundësinë. E t'ju them cila është figura më emblematike dhunës laboratorike? Ka një emër të veçantë, Zeqine. Do doja që të shtoheshin numri i parullat hepura. Tani çështja është që të futen sa emra të rinj, do të Balluku, Burg, ka mundësi këtu se ka emra plot për ta zgjerojmë pak problem. Çështja është që a do lodhet turma? Të dashur miq, kemi vënë re që nga gjithë shikuesit mbi 70% nuk na ndjekin. Pra, në rast se ju pëlqen mesazhet dhe përmbajtja jonë, ju ftojmë Na ndiqni ju lutem në rrjetet shoqërore dhe në YouTube duke bërë subscribe dhe follow që të kënaqim algoritmin edhe të vijemi ndukje. Faleminderit. Faleminderit. Hajde, për çfarë do flasim këtu? Për çfarë do flasim? Jemi në rekme? Okej. Për çfarë do bëjmë muhabet? Për çfarë do bëjmë muhabet? Për atë fenomenin aktual, se unë kështu e quaj, unë Albani gjithë si ne, më në fund Shqipëria u zgjuar. Edhe na habiti në fakt është surprizë, sepse në vazhdimsi të asaj bisedës që nisëm bashkë, pavarësisht se s'do e transmetojmë, se mase do mblidhemi njëherë tjetër për të diskutuar për sistemin arsimor. Kemi pasur, unë të paktën personalisht, kam pasur nga Shqipëria si një shkputje, pavarësisht se kemi jetuar këtu, edhe si unë edhe Albani dhe rrethi që na shoqëror i ngushtë që jemi munduar në maksimum me format tona, qoftë edhe me këtë hapësirën që kemi vendosur të hapim. Ka kohë që e keni këtë? Disa muaj. Edhe temat që trajtojmë këtu janë gjithmonë në shërbim të shoqërisë, që ta sensibilizojmë disi ose të trajtojmë problematikat që kemi. Por, po thosha, fakt, më shumë jetojmë në Shqipëri, por gjithë literaturën që kam lexuar, pavarësisht se jam shkputur nga fusha akademike, e kemi pasur gjithmonë gjuhë të huaj, konsumojmë gjithmonë informacion të huaj, analizë të huaj, sepse kemi humbur besimin te çdo gjë në Shqipëri. Dhe kjo protestë ishte si një rilindje, le të themi. Kemi filluar të rifitojmë besimin ke populli jonë. Se di sa do zgjas, po që si e mendon ti? Më bëhet kjo pyetje. Është pyetje e mirë, besoj. Po mbaj një letër përpara se mund më thuash diçka që duhet mos ta harroj. Po. Unë nuk bëj shënime e kështu, mos më paragjyko, kështu që vazhdo më mbi. Po gjykoj fare, cili ka metodën e vet. Kur të duash fillojmë? Filluam, jemi tashmë. Filluam tashmë. Po cila ishte pyetja? Se më duket se temë ne e sa pa unë. Pyetja ishte pra, kemi kaluar gjithmonë nga gjërat huaja sepse nuk joshemi nga gjëja jonë. Po. Është si një parafrazim i pyetjes. Është jetojmë këtu, po realisht jemi njësoj, po e meditoja, jemi realisht si emigrantët, por me ndryshim që ne jetojmë këtu. Shumë mirë. Fjala emigrant. Atëherë, ne jetojmë si emigrant në vendin tonë. Ne nuk thamë jetojmë si qytetar të botës në vendin tonë. Ne nuk thamë jetojmë si qytetar shqiptar në një vend tjetër. Thamë si emigrant. Atëherë, në këtë protest kalim është pak digresion kjo, ka shumë mërgjimtar që flasin, të cilët tonë një frazë shumë të thjeshtë. Ne duam të kthehemi. Çfarë janë duke deklaruar ata? Që të jetuar të emigrant nuk është jetuar integruar brenda një vendi. Pra, kur thua jetojmë emigrant në vendin tonë, ka dy probleme. Nuk është ai thjesht problemi jetojmë si emigrant, nuk kemi drejta të plota në vendin tonë, nuk kemi të integruar, por e dim që nuk do të jemi kurrë të integruar.
Tjetër, çfarë nisem vetëm nga frazat, që the se frazat janë fenomene. Jo protesta, frazat janë fenomene, frazat janë dukuri. Kur njeriu thot një frazë, ai po thot po ta them kështu, një konstelacion të realitetit në mënyrë foliore, do me tinguj. Dhe asnjëherë ajo frazë, pra me thësh fenomen, nuk është vetë realiteti, por është një shfaqje, fenomenon, si është fjala fenomen, një dukuri në Shqip. Dukuri, me duk rënja. Duket. Po kjo duket krijon aftësinë e emrit, substantivit. Dhe e marra pak gjatë, sepse ta diskutojmë një gjatë. Të bëjmë pak edhe filozofi, që s'bie rasti kur të flasim për filozofi. Pse s'bie rasti prapë, të emigranti jemi, emigranti nuk bën filozofi. Të qenit emigrant në një vend, qoftë edhe vend yt, ta ka ndaluar të reflektimin e thellë. Pra jeton vetëm për ekzistencën, nuk jeton për esencën. Jeton për mbijetesën, nuk jeton për të jetuarit. Prandaj kur thua ne lexojmë, ne marrim informacione jashtë, sepse brenda nuk na mjaftojnë, kjo do të thotë dhe kur merr jashtë, merr një mall që të ekspozohet, që është fenomeni i mallit vërtet. Do të thënë, humbim aftësinë për të pasur mall origjinal të brendshëm dhe s'kemi asnjë mundësi të marrim mallin origjinal të jashtëm. Kështu që refugjati, emigranti, është ajo formë e të qenit që merr mall zëvendësues si në vendin ku shkon dhe në vendin nga vjen. Do të jeton me mallra zëvendësues, jeton me mallra kopje. Dhe 36 vjet ne kemi jetuar me mallra kopje. Do të them 36, po më shumë. Po. Ta themi në çfarë forme. Kemi jetuar me mallra kopje sepse kemi marrë pra një demokrasi të kopjuar keq në perëndim dhe që është abuzuar në post-diktaturë në vendin tonë. Pra, po more mall të keq. Ajo legjitimon, ai malli keq, legjitimon malli kopje keqe, legjitimon të gjithë të jetuarit kopje arbitrare. Në një diskutim paralendës, më kujtove pak eksperiencës si studente, nëse unë aktivizoj si pedagog një student sapo nga mbaruar që një student, e bëj pedagog, ai duke mos e ditur, ose më mirë, duke e ditur që s'meriton atë post, do ta kompensoj këtë me autoritet. Pra, është kopje keqe e pedagogut, që duhet vendosi arbitraritet për të kompensuar defektin e vetë. Mangësinë e vetë. Në Shqip, mangësinë e vetë. Do të thënë, kopja keqe duhet shfaqet me dhunë si origjinal. Prandaj kur demokracia na vjen e eksportojnë demokracinë të ne, në formën e keqe, ajo për të instaluar këtu duhet paraqitet si dhunë, duhet ketë atributet e dhunës. Dhe kjo ka ndodhur 36 vjet. The dhe më shumë, po. Ne jemi vendi vetëm në kampin socialist. Kampin socialist, që nuk kemi asnjë reflektim minimal për diktaturën. Se mund ta bëjmë reflektim për diktaturën? Më shumë se pyetja si mund të bëhet një reflektim, që bëhet gjithmonë vështirë si pyetje sa më shumë kalojnë vitet, sepse brezat që e kanë mësuar vdesin, zhduken. Duhet bërë pyetja, çfarë do të thotë të bësh një reflektim për diktaturën? Për krimet. Dhe fakti që ne s'bëjmë, ta marrim të kjo pjesë, të çfarë, jo të si. Dhe pastaj mund pyesim pse. Po përpara se të veprojmë me sin, le të themi çfarë dhe pse. Çfarë mund bënim ne? Çfarë mund bënim ne ishte të pyesim çfarë ka bërë të mundur që krimi të ishte aq i lehtë. Kjo rruga, ku jeni ju, rruga paralele, ka pas një nga hetuesit më të tmerrshme në vitet 45-48. Ka qenë një shtëpi e thjeshtë qytetare. Çfarë ishte hetuesia në vitet 45-48? Nuk ishte burg. Merre një njeri që të hetoje dhe mbaj aty dhe 2 vjet. Nuk dënoi kur. Po pësonte torturat më të njerëzore që mund të ketë shpikur mendja e njeriu. Është vetëm 100 metra më tutje.
Nuk ka asnjë plak. Këtu janë rahur, janë shpuar me, po ja them, janë shpuar me tel, me gjilpër në shtyllën kurrizore, njerëz të kurbuar nga e kundërta që ta psonin dëmin tamam, janë shkulur thonjë, asnjë problem. Pra, në këtë qytet, që është kryeqyteti i Shqipërisë, ka shtëpi të tilla, plot. Çfarë bëjmë ne? Këto i tresim në të kaluarën. Por ne kujtojmë se shoqërisht i tresim në fakt njerëzit që i kanë i mbartin. Derisa të shuhen dhe ato përshtypje, por ky është qyteti pra i dhimbjeve që s'universalizohen. Pra, ta kuptojmë ndryshe. Dijen që marrim nga perëndimi, e marrim si kopje të keqe dhe e universalizojmë në mënyrë të përshtirë të dhunës, dhe dhunën e vërtet që flë poshtë, duam ta tresim me hares individuale. Hares individuale, se shoqëror është realizuar më një herë. Në këtë lloj hendeku jeton një qytet i gënjeshtërt. Pra, qytetari shqiptar i çdo lloji është një refugjat në vendin e vet, përsa që nuk përputhet me të vërtetën e tij. Edhe ai që shtyp është një refugjat. Po them në termin refugjat, se më pëlqen më shumë si fjalë, është më e rëndë, se është tamam fjala e strehuarit, thjesht. I strehuari, kaq, s'ka asnjë atribut tjetër. Ky është refugjat. Ne jetojmë pra në pavërtetësinë e themel, nëse ka një gjë të themel në këtë shoqëri është pavërtetësia. Dhe pavërtetësia është e mundur nëse ne shuajmë instancën e tjetrit. Ne nuk e kemi respekt me tjetrit. Ka qenë një fenomen në kohët e fundit. Një deputete me këtë protestën, deputete e PS-s që adorejshin. Po. Lexojeni pak interpretimet që bëjnë njerëzit. Deputetja që ndoshta ka më pak dorë në krimet e Partisë Socialiste, për hir të moshës ndoshta. Dhe shembullin u largua. Ata që e kryqëzuan më shumë janë dy kategori. Ata që e bëjnë fajtore sepse shkojnë me Partinë Socialiste. Më fut deputete. Ky është aktori civil. E ky mund të jetë një aktivist shumë i mirë. Dhe nga ana tjetër të cilët deputetët e sidomos Partisë Demokratike, ata e bëjnë fajtore më shumë. Dhe akuzojnë e sulmon. Pse sulmon? Sepse ajo dha shembullin më të mirë të mundshëm kur e kuptojnë u largohen. Ose, mos ta bëjmë kaq të bukur. Nuk dua të përzihem më në këtë histori. Pa jo dha shembullin e largimit. Kush preket më shumë nga kjo? Jo deputetë e PS-s. Deputetët e PS-s janë aktualisht në pushtet, janë gjithë kapur ekonomikisht. S'ka nga lëvizjen. Po deputetët e PD-s janë në opozitë dhe i qëndrojnë në hyqën një 80 vjeçari. Ajo i bëri ftesën largohuni. Kur s'largohen këta, që në krye kanë një njeri të marrë fund, dhe kanë 13 vjetë që s'janë pushtet. Si do largohet ai PS-s që është i lidhur menjëherë me krimin tani? Financiarisht. Dhe kjo Mariana Koçeku, një vajzë neomalsore, nuk e di, i vuri përpara zgjedhjes. Mund të largohen, ju keni mundësi të largohen. Ata që akuzuan më shumë janë nga PD-ja. Çfarë do të thotë kjo? Instanca tjetrit. Edhe kur vjen puna që një dukuri, e quajtë dukuri protestën, themelon një realitet të ri, edhe aty njeriu deklaron që nuk e respekton dot kushtin tjetër, gjendjen e re, një gjendje tashme. Do të thotë ky popull, në këtë të qenit refugjat, është refugjat në dhimbje dhe refugjat në dhunë. Pra, gjithë funksioni, gjithë formacioni politik shqiptar, është formacion e refugjatëve që janë streuar brenda dhunës së mundshme mbi tjetrin. Pra, kemi dhimbjen e unit, refugjat në dhimbjen e unit, që është një pjesë e madhe e popullsisë, që do shkruaj patjetër refugjat jashtë nesër. Pse patjetër? Po destini kështu e do. Ne duhet ta kuptojmë pak skemën platoniane të degradimit të demokracisë. Platoni ka parathënë të gjitha strukturat, skemat e mundshme, degradimeve të sistemeve.
e mbaruar filozofi, mund të kujtohet që aristokracia, për shembull, degradon në oligarki. Nisemi nga parimi i virtytit edhe përfundojmë te parimi i paras. Njëri që ka pare na deklaroi si aristokrat. Aristokrati kishte vlera, ky ka vlera monetare. Degradimi i vlerës bën që një sistem ka formën e vet të keqe. Dhe demokracia gjithashtu ka formën e vet të keqe. Për Aristotelin edhe për Platonin, demokracia në vetvete është problem. Sepse e lejon më mirë se gjithë sistemet e tjera humbjen e vlerës. Po unë nuk do merresha me këtë, po ai në një farë mënyrë Platoni e parashikon degradimin e brendshëm të sistemit. Çfarë do ndodhi? Në fillim sistemi shpërndan ca vlera në mënyrë kategorikisht ose zakonisht klasore. Por klasa vet ndërton brenda vetes nën klasë. Në qoftë se shoqëria pra e lind tjetrin si të përjashtuar, gradualisht kur ka eliminuar një zonë të tjetrit, do shpikë tjetrin brenda vetes. Sepse gjithmonë do qëndërzohet dhuna. Kështu që do prodhohet një tjetër. Duhet ta prodhojmë një tjetër që ta dhunojmë. Ne nuk prodhojmë një tjetër që ta respektojmë, e prodhojmë për ta dhunuar shoqëria jonë. Në mënyrë tepër radikale. Nuk po merrem me shoqëri të rreth e rrotull. Tani e kam hallin të shqiptar, jam shqiptar. Na intereson e jona në fakt. Dhe kjo dhuna që qëndërzohet krijon pra tjetër. E diskretojmë këtë tjetër, e shkatrojmë. Pastaj brenda kësaj instance të dhunës, krijojmë një tjetër. Kujtoni pak për sistemin komunist. Ju thash në 45-48 hoqëm një klasë e afishuam si e klasa që duhet zhdukur. Çfarë janë këta? Intelektualët e ardhur nga vitet 30. Ai boll shqiptar viteve 1900, 1930, 1940. I hoqëm qafe ata deri në 48. Pastaj erdhi koha kur po hiqnim qafe deri në vitet 60, liberalët që kishin një lloj influencë të paqartë nga vitet 30-40. Po pas viteve 60, pasi kishim zhdukësoj, sa do bënë? Brenda klasës komuniste do shpiknin tjetrin që ta dhunonin. Kështu shpiket refugjati. Qofse ata njerëz do kishin mundësinë mes burgut dhe ratisjes, ose mes burgut dhe eksilit, do iknin gjithë në eksil. Jo. Në vend të eksilit ne i futëm në burg. Dhe futja në burg ne. Kjo lloj shoqërie, gjithmonë ne them kjo lloj shoqërie, me bartjen minimale të fajit unë. S'kam as i faj, se mund t'isha unë aty brenda, shpëtova kot. Dhe këtë e bëjmë vetëm që të higjienizojmë dhunën, pra dhuna të jetë e pastë. Meraku ynë nuk është jetë shoqëria e paqartë dhe të dimta si thua të ngjizim do vërtetën nga paqartësia. Meraku ynë është tjetë dhuna e qartë dhe të zhduki mundësinë. Ta zhduki mundësinë e një krijimi të pastër. Pra nga papastërtia vjen krijimi i pastër, Bergson. Këneta është vendi ku ngjitet jeta. Këneta kishte gjithë kushtet që me funksion e dritës të shpikte jetën organike. Ne kemi mësuar biologji që të vej madje në dukuri në dituri natyrë. Dituri natyrë. Aty kemi kuptuar. Jo, ne e higjienizojmë shoqërinë që dhuna të jetë makabre, laboratorike, shkatruese. Nga vinë frazat tona dhe përkatësitë tona të tmerrshme. E t'ju them cila është figura më emblematike e dhunës laboratorike? Ka një emër të veçantë, Zegjine. Ne mund tallemi, të gjithë tallemi. Është vërtet forma se si Rama dhe Partia Socialiste na thanë, ju jeni kaq të diskretueshëm, ju jeni kaq të shtypshëm, ju jeni kaq të dhunueshëm, ju jeni kaq të shkatrueshëm, sa unë do sjell Zegjinen, do t'ja vëm në parlament. Kjo është dhuna laboratorike. Mos kujtojmë se dhuna laboratorike është ajo e filmave distopik, si Big Brother.
Janë prodhime jashtëzakonisht kompleks. Jo. Dhuna më laboratorike është dhuna më banale. Më e shëmtuar. Ajo është dhuna më e pastër. Dhuna në vetvete është e pastër kur është e pisët. Është dhunë. Mos ngatroheni. Ta kuptojmë mirë këtë. Dhuna është qelpsillëk. Dhe qelpsillëku është i pastër kur është në përputhje me vetveten. Kur është i pisët. Student e filozofisë, a jam i qartë të kjo pika? Se shumë e rëndësishme, mos i kërkojmë dhunës të jetë e pastër, duke qenë e pastër. Kur thotë Aristoteli, pabarazia është e barabartë me vetveten kur është e pabarabartë. Kur është në përputhje me konceptin e vet. Dhe Rama i tha këtij populli, do t'ju zhbëj në atë farfeje, sa do jap 2 dukuri themelore. Do t'ja u fitoj votat me tallava në shesh dhe do i sjell Seqine në parlament. Dhe ato do avë solisten e parë të korit tim. Kaq vleni ju. Kjo ishte dhuna në kuptimin më të mrekullueshëm të fjalës, sepse ishte dhuna në kuptimin më banal. Si pedagog i filozofisë, unë kam konstatuar këtë gjë, madje kam pas shkruajtur një shkrim, te Panorama më duket, nuk e di në vitin 2011, banaliteti specializuar. Këtu banaliteti është i specializuar. Është aq banal, aq në përputhje me veten, nuk ka asnjë krizë të brendshme si koncept. Dhe njerëzit nënshtrohen aq kollaj banalitetit, sa banaliteti vërtet arrin figurat e përsosmërisë. Po, duhet ndalim këtu. Pse i nënshtrohemi aq kollaj në banalitetit? Sepse siç paraqite një rend historik deri tash. Jo, shumë mirë se tamam më mbylloj kaq. Pse? Se ishte mirë pyetja. Sepse si thash, ose si e the, refugjat. Duke qenë se ne kopjojmë çfarë gjejmë. Çfarë gjejmë te dora parë? E morëm. Duke qenë se është kopje keqe. Të jetuari si refugjat, na i propozon çdo lloj banaliteti si të jetuar. Pra e kupton gjysmën e rrugës që bëjmë ne. Po shkuam në Itali, çfarë ne merrim nga italian komunizëm? Ne shihnim gjithë, unë jam rrit me kanalet italiane. Spektaklin e Mediasetit. Në rastin më të mirë ne shihnim filmat e Rai Treshi, ata që kapten Rai Treshi në një emision kulturor si Kuarku. Shumica popullsisë shihte banalitetin e spektaklit italian. Shumë pak shihni një emision special, shkencor, kinematografik, shumë pak. Pra në masën më të madhe banaliteti është i eksportueshëm, demokracia të eksportohet si spektakël banal. Dhe ne këtë e marrim si material i mirëfillt, i pastër. Pra ne kujtojmë se banaliteti është pastërtia që na serviret. Krijojmë koncept gabuar mbi demokracinë dhe Italinë, mbi perëndimin. Ku do krijojnë këto forma metastatike, do thoya metastatike, gjysmake, krijojmë një aspekt global të mirëqenies totale të Mediasetit dhe kur shkojmë perëndim vuajmë të qenit refugjat. E marrim këtu dhe tradhtojmë po pra pritshmëritë tona me vetveten dhe kjo krijon një deziluzion të brendshëm permanent. Dhe njeriu që jeton deziluzion afatgjat pa formë reagimi, se ka asnjë aftësi, asnjë koncept për të mbi vepruar, të kundër vepruar, gradualisht përputhet me batakun. Gjithmonë e përsëris, bataku është shumë i ngrohtë. Banaliteti është i ngrohtë. Mjaft jetë i përgjithshëm. Kështu që format e vetme që mund strukturonin diçka, mbeten gjithmonë margjinale. Atëherë të shohim protestën sot. Protesta është grumbulli i njerëzve të mbledhur në shesh, të cilët kanë halle, ndoshta të njëjta, po të shprehura në mënyrat më të ndryshme dhe plus me zgjidhjet më të ndryshme.
Ndoshta çdo njeri në shesh mendon që ka zgjidhjen globale. Po. Sepse mendon dhe se ka hallin global. Po nga vjen ky fakt? Nga që muhabetet tona kanë qenë gjithmonë muhabete globale. Bisedat tona në kafe janë biseda globale. Ne nuk i kemi kanalizuar. I foluri, ai ke qenë pak kënaqur në departamentin e filozofisë. Sepse i foluri pedagogëve tanë, i profesorëve tanë, është banal. Nuk ka kurfar kanalizimi, nuk ka semantika, sprovon semiotik, do të thotë ne nuk shkojmë në profile të thelluara të gjuhës që shpreh një hall aty empirik. Ne shkojmë në të folur neutralizues, i folur global, që e sjell hallin si global dhe zgjidhjen si fatale. E duke shkuar në këto forma, ne vdesim strukturat që do të zhbënin anarkinë e kuptimit. Dhe kur vjen protesta, vjen nuk dihet si dhe si më intereson hiç. Vjen si grumbulli i njerëzve që në fakt, betejën e kanë me faktin se nuk kanë gjuhë. Ata janë gjithë në shesh, sepse nuk disponojnë gjuhë strukturinë e shoqërisë. Çfarë ndodh me pushtetin? Si thot pushteti? Nga thoni çfarë doni. Pushteti bën gjithmonë pyetje shumë dietare. Nga thoni çfarë doni, cila është faza e dytë e protestës, thon gjithta mediatikët. Çfarë do nxirrni që këtej? A do ketë parti politike? Të gjitha këto janë pyetje dietare të dhunës. Në fakt, këto nuk e bëjnë vetëm pushtetarët, e bëjnë edhe populli. E bën populli. E dëgjoj rrugës, njerëzit sidomos ata që nuk janë pjesëmarrës në protestë, janë shumë skeptik. Sidomos ata që s'janë pjesëmarrës në protestë. Pra, pyetja shpiket në instancat mediatike të pushtetit, transferohet në subjektet neutrale që zguxojnë të marrin pjesë sepse kanë raporte të vogla me këtë pushtet, dhe merret si lloj presioni ose vërtet pyetje hetimi nga ana e njerëzve në protestë. Unë jam nga njerëzit protestarë, më bëjnë pyetje, çfarë do të ndodhi, duke u nisur nga ideja ata që më pyesin se unë di shumë gjëra. Kjo është pjesa që unë nuk e di, se të dish se ku do shkojnë. Unë zgënjen tani se dhe unë prandaj të ftova, dua të na tregosh çfarë do ndodhi. Në qoftë se unë di ku do shkojnë një protesta ka marrë fund. Se unë jam duke thënë unë respektoj instancën e tjetrit. Nëse unë e di ku shkon protesta, do thotë unë jam edhe unë dhe tjetri. Aty mund të jetë dikush që ka një zgjidhje shumë më të mirë. Protesta ka një qëllim. I mbledh njerëzit në shesh, i vë të flasin mes tyre, i vë të bërtasin. Kush e mblodhi njerëzit, se bën shumë polemika që. Po këto i krijon gjithmonë pyetjet, vijnë gjithmonë nga mediat, nga strukturat mediatike të pushtetit. Ata ishin parë që hodhën, idenë që janë grekët, iranianët, si mbaj mend, domethënë. Po pse nuk u mblodhën deri dje, po u mblodhën pikërisht tani? Ose a është realisht proteste flamingove? Se kanalizojnë vetëm aty, duan ta zhbojnë forcën e protestës. Janë dy pyetje. Kush organizoi protestën derisa ajo lindi tani dhe jo më herët? Dhe a është protestë e flamingove apo jo? Pra jo duke më bërë pyetje në kohë dhe hapësirë. Në kohë, pse sot? Dhe jo gjithë këtë kohë të shkuar, dhe në hapësirë, pse flamingot dhe jo gjithë problematika shqiptare? Unë them, kush e shpi këto pyetje? Çdo njeri që e sheh pushtetin si mekanik shkakore të pushtetit. Lutem tani të jemi vërtet vëmendshëm. Çdo njeri që do t'i japi një lloj dialektike shkakore arsyes pse jam në pushtet. Çdo njeri që vjen në pushtet thotë në fakt unë jam rezultati normal i shkakut historik, i shkaqeve historike. Pra unë jam këtu, ka arsye që jam. Okej. Përballë kësaj kanë qenë gjithmonë forma të tjera që kanë qenë protesta, revolucione, revolta. Askur nuk është bërë pyetja në rendin filozofik, pse tani dhe jo pastaj? Sepse në rendin filozofik ose metafizik të ngjarjeve, ne dim se ka dy forma të ekzistencës. Ka ekzistencë në formën e gjës, ky Fixhani, dhe ka ekzistencë në formën e
tani s'tu s'ka asgjë, ngjës. Në ngjës. Ne edhe pak cila është fjala në ngjë? Ngjarja. Gjën e shoh. Ngjarja ndodh. Dy fjalët e njëjta në shqip, ndodhia dhe ngjarja. Çdo protest është ngjarje nëse është protest. Nëse është e shkaktuar, siç janë protestat e PD-s, janë me njoftim, e dim për çfarë, dhe kur rezultojnë në të njëjtën formë si pushteti. Pse? Sepse në fakt, pse ka të lehtë pushteti Ramës të sulmoj protestuese Berishës? Sepse janë të njëjtët si format. Janë të gjithë, sidomos meshkuj, s'ka aty shumë pjesëmarrje grash, shumë pak, fëmijë shumë pak. Ata janë të njëjtit, edhe ajo duke thënë, kur vi unë pushtet, unë do vishem polis, do traf ty, tani e ti polis, po më rreth mu. Ne njihemi. Kështu që ajo s'është protest në fakt. Dhe si thot Berisha gjithmonë, o sot o kur, tani e zgjidhim. Sa protesta ka bërë në këtë fjalë, në këtë premtim. Protesta përkundrazi e sotme i vë të gjithë pyetje, po çfarë do ndodhi pastaj? Kjo është protest, që bën pyetjen e pasgjidhshme, si zgjidhet, kur lind dhe si zgjidhet një protest. Si mendon, sa të vetëdijshëm janë protestuesit aty? Po këtë pikërisht pra, po menduam që protestuesit janë të vetëdijshëm, kjo është protestë organizuar. Jo, e them të vetëdijshëm kuptimin se shumica, unë të paktën Për këtë që them, si pjesëmarrëse që jam aty çdo ditë. Edhe vëzhgoj që përveç disa personave që janë vërtet vuajtur edhe marrin mikrofonin, shtypin emocionet edhe dalin aty, marrin guximin të flasin, edhe dallohet pasioni, dhimbja që kanë. Po shoh një pjesë tjetër që vinë thjesht për funksion social, nga që doli profesori, po dal unë, ose po bëhet protest, po bëhet si në formë feste. Prandaj them sa është niveli sa të vetëdijshëm janë gjithë protestuesit aty. Zëm këtë vetëdije, këtë pyetje mbi vetëdijen, sa të vetëdijshëm janë protestuesit me një vetëdije tonë. Kryejmë në një vetëdije tjetër. Gjithmonë mekanika pushtetit, se logjika pushtetit krijohet mbi faktin që disa i kasin pushtetit, kanë mjetet, dhe disa tjerë nuk i kanë mjetet. Më që parë po flisja se si reduktohet gradualisht pushteti. Se si shpik brenda vetes tjetrin, e heq qafe dhe pushteti qëndërzohet më shumë në pak duar, derisa vemi tek vërtet diktatura. Po. Okej. Tani në atë protest ka shumë njerëz të cilët i kanë dhënë edhe dorë Ramës në pushtetën e vet. Dhe vinë aty. Kjo pyetje jote në fakt është pyetje një rendi moral, etik. Është pyetje rendi etik sepse në fakt pyetja vërtet është cili është raporti të njeriu i jetës dhe vdekjes. Më fal që çova kaq në ekstrem se duket si shumë ekstreme, po duhet ta dëgjojmë pak. Të gjithë ta njerëz të cilët i kanë dhënë, kanë mirëmbajtur në pushtet Ramën, secili me nga pak, e kanë bërë këtë për të mbijetuar. Mbjetesa dhe jetesa dhe të jetuarit janë raporti i qëndrueshëm. Të jetuarit është ta jetosh të tashmen plotësisht. Si të tashmen. Të mbjetuarit është ta jetosh të tashmen në funksion të zgjatjes ose të shtytjes së datës së vdekjes. Janë dy formatet e të jetuarit më konfliktuoze në qenie e njeriut. Ai i varfri, që nuk ka kushte për të mbjetuar, dhe ky që ka qenë brenda sistemit disi për të mbjetuar, të dy i bashkon mbjetesa. Në atë shesh i bashkon fakti që janë subjekte të mbjetesës. Por, vetë fakti që janë bashkë nga dy pozitat ndryshme brenda mbjetesës bën që vetëm në atë moment ata jetojnë. Të jetuarit është vetëm në atë 2 orësh, 4 orësh sa mund të zgjasë protestë. Gjatë gjithë kohës tjetër tjetës, ata kanë pas vetëm një raport
të ndryshëm me të mbijetuarin. Me të mbijetuarit, si folje. Nuk e di, jam I qartë të kjo? Po. Se për mua shumë, shumë e rëndësishme, ne nuk I kemi bërë këto diskutime në një shoqëri. Do si keni bërë jo në filozofi. Jo, ne si shkemi hyrë kemi dalë. Ja. Prandaj, si refugjat, kudo si refugjat, marrin format më eksplicite, më deklarative, më komunikative, më PR, më reklam të gjendjes. Ky është refugjati. Kush është refugjati më I dhimbshëm? Desha të pyes. Ne që jemi fizikisht këtu dhe prap jemi refugjat, apo ata që janë fizikisht jashtë edhe prap janë refugjat? Kjo është si pyetje homologe, me të njëjtën strukturë, kush ishte më I lirë gjatë diktaturës, ai që ishte në burg, apo ai që ishte jashtë. Edhe kam them nga një ata që dolën nga diktatura pa u futur në burg, s'kam frikë se si mesatari e gjasie e kanë më tullës se ata që në burg. Se ata që ishin në burg ishin vetëdijshëm që ishin në burg, madje edhe bënin dhe muhabete shumë të hapur. Të diskutonin lirshëm me shtyre, brenda burgut diskutonin lirshëm. Ata që ishin lirë diskutonin si të burgosur. Flisnin vetëm parabola, s'thoshin asgjë, kur thoshin diçka guxonin e vuanin pastaj, I hante gjithë natën gjumi, ankthi edhe zemra psonte goditjet. Është një të gjë, tani. Ne jemi brenda, mendojmë se jemi në dhënë tonë, ai jashtë artikulon gjithmonë më qartë faktin që një refugjat e di në mënyrë permanente. Do të thotë, sa për ta thënë, në një moment saktuar, kur kam qenë pedagog, në atë kohë, dhe kthehem te mama e ime, haja drejt gjithmonë me të. Për jemi në 2007, diku në 2006, nuk e di, në 2005, nuk e di, në atë kohë. Edhe si qanim dek, hapishim muhabete ndryshme dhe se di pse, thotë, na ke qetësuar, thotë, ku ishe një 13 vjeç. Pse thëmë? Sepse një moment irritimi unë se fetimen e the, po ja do na internojnë e çfarë pastaj. Koscienca, vendosja ndërgjegjës të një faktit që raporti me vdekjen fshihet, është një raport lirie fundamentale. Metafizikisht është krijues të thuash njeriu për vdekjen, fraza heideggeriane. Sepse dim që jemi për vdekjen, jemi njerëz të vdekshëm, shpikim moral, shpikim Zot. Fakti që jemi të vetëdijshëm për fundësinë tonë, ne shpikim nocionet pafundësisë. Ky pjesëtimës pafundësisë dhe fundësisë është përkatësia morale e njeriut. Kjo është metafizikisht. Politikisht, fakti që nuk kemi frikë nga vdekja na bën të lirë. Në rast se protesta merr trajt tjetër, kthehet e dhunshme, a thua ato protestues aty nuk kanë frikë nga vdekja? Se deri tani është një protestë paqësore, të gjithë shkojnë me dëshirë, shkojnë madje edhe me qejf se është bërë si një mbledhje sociale, takojnë njerëz të njohur që kemi vite që se kemi parë, vinë nga diaspora. Nuk e di si mund ndodhi. Ose ku po shkon kjo protestë në fakt, se edhe ne që jemi të përditshëm aty, dalim, janë të njëjtat parulla, të njëjtat hite mbi Edi Ramën. Është e mrekullueshme. Ramën, Kurg, Berisha në Burg. Këto na tingëllojnë edhe kur flim gjumë. Po, do doja që të shtoheshin numri i parullave të hepura. Tani çështja është që të futen sa emra të rinj, do të ballu kumburg, ka mundësi këtu se ka emra plot për ta zgjerojmë pak tekstin e librit. Çështja është që a do lodhet turma, sepse po bëjmë çdo natë njëjtat gjëra? Ishte një parull me cilën jam shumë dakord sepse kisha thënë pak a shumë njëjtën gjë. Këta nuk lodhen që vjedhin ditë për ditë. Sa punojnë këta? Ditë për ditë të vjedhësh kaq shumë, bërë kontrata, marrëveshje, ndërtosh ligje në formë posaçme, të hedhësh vendime qeverie në mënyrë posaçme, mblidhen gjithë ata njerëz, të vjedhin kaq shumë. Këta nuk po lodhen, ti lodhesh me 4 orë që vetë aty e bën muhabet. Të lasim pak punën e qeverisë. Qeveria punon shumë. Në dy se punon Rama. Rama duhet punoj shumë. Si më të mbaj gjithë mafiozët
në dispozicion në komunikim me njëri tjetrin, mbaj gjithë ata që i jep urdhra për të firmosur, për të nënshkruar marrëveshje të gabuara me juristë të cilët duhet ta formulojnë në mënyrë të gabuar. Është goxha punë. Mos mendojmë që mafia, mënyra korruptuar e shtetit nuk punon. Këta u lodhën me 4 orë, këtu isha njërë të pjesa, a u lodhën njerëzit në protestë. Çfarë lodhën? Jo, lodhen, mund të lodhen me faktin që nuk po dëgjohet protesta. Sa impakt ka protesta? Mirë, ata su lodhen kafe kur bënin protestet e vogla duke bisedu me njëri tjetrin, duke bërë analizën e botës që si përgjigjet. Pse do lodhen kur janë më tepër në grup? E para, e dyta punës, ku do shkoj protesta? Apo dëgjohet realisht protesta? Se u bë dita 20. Protesta po dëgjohet më shumë se kurse Shqipëria, Tirana, nuk ka qenë kur në vendin në qendër të vëmendjes siç është aktualisht sot në botë. Në para. Dyta punës ju deklaroj një gjë. E dini ju çfarë do doja unë të arrinte protesta? Ja, për shumë. Po e them. Është interesante. Unë do doja që në Itali të shpërthente protesta italianëve kundër Melonit. Fal protestës shqiptare. Sikur kanë dalë disa unë pres këtë vidjet vogla, që ditën e 3 protestës në Shqipëri, unë pres shpërthej Italia. Do doja. Ky do ishte një avancim shumë i mirë i protestës në Shqipëri. Pse nuk mendoj njerëzit këtë formë? Po protesta jonë duhet bëhet në barë, jo botërore, rajonale. Pse? Unë fakt kam dashur të bëhet botërore. Jo, po pse? Jo, pse jam me globalizmin? Sepse shumica, unë që e di historinë goxhat mirë këtyre 36 vjetëve, shumica e metodave korruptive dhe mafioze, ne kemi importuar nga Italia. Bashkë me mbarësit, me njerëzit. Në atë farfeje. Sa Beketi që është mafios për vete, ne ati kemi bërë si shtet. Do të thënë mafiosit i pagojmë. Edhe tamam në veprimtari praktike, po edhe veprimtari ligjore. 2 herë. Në gjitha këtë krimet, jo të gjitha, shumica krime. Mënyrat e të krimit institucional, të institucionalizuar, në kanë ardhur nga Italia. Është rasti ti themi italianëve, bëni pjesën tuaj, siç na keni dhënë krimin, bëni dhe çlirimin. Gjadrin, na hiqni, sepse si thua, me pjesë juridike, del që është një strukturë e palishme, kundër drejtave të njeriut, me gjitha, me një vjedhje fondesh, 820 milion diskutohet që janë zhdukur, nga fondi italianëve. Këto janë gjëra që ne po i japim italianëve kohë, të mësojnë, të rimësojnë vetveten. Çështja tani tjetri, shqiptarin nuk intereson shumë Italia. Shqiptari do zgjidhje të menjëhershme, do të shohë. Unë e di. Nga rrethi i ngushtë që nuk janë pjesëmarrës në protestë, edhe pse vetë jam acaruar se kë protesta kanë nxjerrë në fakt në pa edhe të dallojmë se banalitetin tonë të afërt. Po. E shpreh më mirë se ç'do ta shpreha unë. Edhe thonë që çfarë jeni duke bërë? Dilni çdo natë vetëm bërtisni. Nuk e keni hedhur ramën, thotë. U bën 20 ditë, duhet ta kishit hedhur për 3 ditë. Nuk kemi durim ne si shoqëri. Për këtë duhet të e kuptoj. Prandaj aty e kam hallë. Është qëndresa, durimin e ka pikërisht ai fisit tënd, ai banaliteti i afërt. Ata në protestë kanë qëndresën. Janë dy pamje të ndryshme të njëjtit proces. Nga një anë mund ta shohë si durim i sklavit, nga ana tjetër si qëndresë i kryengrisit. Qëndresa e kryengrisit mund të vazhdojë pafund më shumë se sa durimi i sklavit. Po prandaj quhet qëndresë. E durimi i sklavit mund zgjasë përjetësisht. Prandaj ai që e mbar quhet sklav. Sklavi është i lumtur. Pse? Sepse nuk e ka autorsinë e palumturisë vet. Kaq për këtë është i lumtur sklavi. Sklavi nuk është i lumtur se vërtet ka një fuqi, po themi, sentimentale pozitive. Jo, ai në fakt është i lumtur nga pamundësia për të pas formë tjetër jetese. Prandaj ata thonë, do ta hidhni Ramën, se ne jemi të paftë mendojmë. Për sa kohë që ju s'na krijoni një hapësirë tjetër që ne mund mendojmë ndryshe,
Pra, hidhni Ramën dhe na ftoni të mendojmë ndryshe, ne deklarojmë pafësinë tonë për të menduar. Këtu është dhe kushti tyre të qenit se tu është mbijetesa. Pra, shumica njerëzve në shoqëri janë nën kushtin e relativ të sklavit. Po sklavë në raport me diçka. Njëri është sklav në raport me paran, tjetri është sklav në raport me punën, njëri është sklav në raport me faktin që s'ka sentiment. Ne kemi sklavëri etike në masë, mos me pas etik. Mos kesh kushtin t'jesh etik. Të kesh një qëndrim moral, të kesh një mundësi të konceptualizosh politikisht qytetin. Dhe nga kjo na vjen padurimi. Padurimi i qendrestarit. Qendrestari që merr nga i durimit që akuzon. E pra, keni një zgjidhje, ky durimin. Ky është nis për që në durim gjithë jetën. Mund ta poshtrojnë gjithë jetën vetëm se 5 minuta i kanë dhënë autoritetin në ndarjes paras. Ne dim që ai që këtu që ka 5 miliard, i ka se një 10.000 veta kanë punuar për të për 5 lek. Kjo është struktura e shtypjes. Kam rekrutuar 10.000 veta me 5 lek, të cilët më mbajnë mua pushtetin kur fitoj 5 miliard. Ka që struktura pushtetit. Edhe këta, banaliteti afërt, janë të këta që kanë fitu nga 5 lek. Dhe kur del për balë ti që s'ke fitu ndoshta as i lek, e ka shumë vështirë ai ta pranoj faktin që ti vetëm se s'ke fituar ai 5 lek ti 0 lek, pra diferenca është kaq e vogël, vetëm për këtë pafundësisht i lirë. Këtë nuk e duron dot. Ja thot, pra kur ta hidhni Ramën? Çfarë duke thënë? Se kur ta hidhni Ramën, 5 miliard që mua më dha 5 lek zhduket dhe unë shlirohem i kam ato 5 lekët, po i kam tashmë pastër. Si mendon ti si do i përgjigjemi? Do e hedhim Ramën? Më pëlqen. Unë e shoh ndeshjen e futbollit sepse duhet shoh ndeshjen. Jo që di rezultatin. Se po ti për ditë rezultatin për shkruaj në minutën e 95, me 5 minuta shtesë që është ndeshje, shoh rezultatin kthej në shtëpi. Po kjo është zhdukja e jetuarit. Mbijetesa e kërkon rezultatin para procesit. Jetuarit thot, analinin proces ta jetojmë. Kjo është bukuria e gjës. Në të gjithë formatet tona kemi rezultatin. Ke shkuar në universitet, ke mendu diplomën. Unë gjithmonë i thosha studentëve, po jetojnë se është pjesa juaj më e bukur, ditë për ditë. Çdo çast bëje unik. Në vend të gjithë çasteve unike, të 5 vjetëve shkollë, të gjithë mendonin çastin e diplomës. Një reduktimi pa falshëm i jetës. Thoshte, po ja morë diplomën. Të se do ju thonë, martoni shpejt, bleni kalamaj, merrni kredi, bleni shtëpi, dilni në pension. Do të një thirrje vdekjes. Po ju të marrë çastin. E ke artikulimin e inteligjencës më të lartë në këtë moshë. O ke tani aftësi për të thithur formën, si thua, polimorfitetin e kulturës, e dijes, ke mundësin të zgjosh gjithë tipet e inteligjencave. Tani në këtë, mosh 18-23 vjeç, pastaj zbehen këto. Pikërisht këtë që duhet bësh tani nuk e bën. E themelori së subjekt që tradhton vetveten gjithë kohës. Në vetëm në Shqipëri më ka rasti takoj 35 vjeçarin që më tha, oj bëra 2 kalamaj, tani s'ka më kuptim jetën. 35 vjeç. Ishte moshatari im kur erdha. Tash çfarë do të kem? Ç'është ky qenie që pas ka destinin parapërcaktuar në formën më të dhunshme ndaj vetes. Ky është refugjat i kohës. Ky kohën e jetës vet e jeton sikur ja kanë dhënë. S'ka asnjë raport me jetën. Se vërtet ai që mbijeton, ai s'ka raport me jetën. Edhe ai që thot sot, unë vetëm po mbijetoj, ai është duke deklaruar me drejtë, ai thot, unë dua të jetoj. Unë s'dua të mbijetoj. Kurse ky tjetri, kishte një dyqan, kishte një nivel jete, ky thoshte jo, unë dua të mbijetoj tani. Derisa të vdes.
Nga vjen kjo format menduare. E dim në këtë? Nga reduktimi i polimorfitetit në uniformitet jetës, që ka pësuar që student, nuk ka marrë shijet, ja kanë zhdukur shijet. Unë them gjithmonë, gjimnazi ka këtu 30 vjet, të paktën 30 vjet, që përzhduk aksesin e fëmijës të inteligjenca vetë. Po e zhduk. Në solidaritet të plot me prindrit. Është vërtet. Se prindrit thonë, ky fëmia im do bëhet me këtë profesion, që kurse thonë atë parametrojnë gjithë dijet në lidhje me atë profesion. Se ka fëmia ndjeshmëri për poezi, a dit aktroj, a dit pikturoj pak, a dit i bjerë një instrumenti, nuk na intereson fare, ky është një makim parash. Vdiq, gjaj fëmi, tërë shoqëria. Vërtet, shoqëria vdes, kur ka vetëm një mundësi, mbjetoj. Atëherë vdes. Ndonë të azjasim akoma. Jo, jam shumë e fokusuar te kjo pjesa e protestës. A duhet përshkallëzohet protestat, marrë forma më agresive, a duhet vazhdojmë me formën paqësore? Protestat përshkallëzohet në qoftë se japin pretekst. Pse duhet përshkallëzohet protesta? Sepse nuk po jep rezultat, kështu thot pasi. Rezultat, protesta nuk do jap rezultat nga vetja. Unë di që Spaku, vetëm ditën e dytë protestës arrestoi 5 veta. Bllokoi 126 milionë. I paska ditë Spaku, ku janë këta njerëzit? Falë protestës e bëri këtë. Që t'ishte për Spakun? Mos kishte protest? Pse kishte për? Nëse s'kishte për deri në atë moment, pse do ta bënte? Spakut mund t'i bëjmë pyetje të tilla, se Spaku është organizëm. Mos i bëjmë protestës pyetjet që i bëjnë një organizëm. Protesta është ai trupi që pulson, trupat si ameba, janë trupat vetëm që është masive. Por Spaku është organizëm, është strukturë. Unë për Spakun këtë pyetje do kisha. Si arrestove ti me një herë këta? Do të thënë aty kishe faktet, pse si arrestove 3 ditë përpara? Nga tjetër do të thosha faleminderit se nuk do kishte protestë. Unë pres që protestat të krijojë të ngjashmin e vet në Itali, që dhe ata të bëjnë hetime dhe të nxjerrin faktet origjinore të krimeve që ka kjo shqipëruar kjo Shqipëri. Unë pres që protesta të shkaktoj akoma më shumë për shpejtim veprimtarisë Spakut. Unë pres që të krijoj atë që e bëri, një parlament evropian që të veproj ndaj mashtrimit që bëjmë ne me Evropën, edhe të kërkoj të vendosen masa këtij vendi, pra çaj takon Parlamentit Evropian ta bëjmë mbi Shqipërinë. BE-s, organizmave të BE-s. Ti bëjmë presion Shqipërisë. Këto janë rezultatet që pres nga protesta. Mua më vijnë shumë sugjerime nga i pellgu i banalitetit që folët çfarë, që ndroni orën e protestës, dilni në orën 9, rrethoni institucionet, rrethoni parlamentin, rrethoni kryeministrinë, sepse nuk po bëni asnjë gjë. Të mëngjesit. Po, 9. Okej. Se këta shojnë nga shtëpia ndonjëherë. Për shembull. Po. Se këta duan dalin gjithmonë fituar. Këta kanë mendim për pa veprim. Dhe protestit kërkojnë që të ketë veprim dhe mendim. Po. Gjithmonë ka budallën tillë shoqërinë tonë që mendojnë që janë zgjuar. Dhe ka shumë. Zoti e madh. Po aty e kam hallën se ka shumë. Jo, do doja një indiferencë në protestës ndaj këtyre lloj njerëzve. Indiferencë dhe në shuarje. Dakord, indiferencë ndaj këtyre. Po ndaj pjesëmarrësve çfarë mund të këshillojë? Pjesëmarrësit vazhdojnë. Të vazhdojmë me të njëjtën formë? Mrekullueshme. Po dalim shesh. Po bëjmë sheshin tonë. E ke pa Ramën dalin shesh? Jo. Do dalem me Keramën. Në fakt, si mendon, mua më duket sikur ka kaluar në mohim aktualisht. Sikur nuk e percepton realitetin. Është pyetje interesante, kush presidenti i Republikës?
Po shtot nga gjitha anët. Njerëzit duan të dinë ka president e Republika, o është nisë në pushime, o ka dalë në pension, nuk e di ku është presidenti. Është interesante kjo, ne nuk përshojmë më në sheshin qendror të Republikës, për shumë, çfarë kemi parë ne? Kemi parë Belinda Ballukun bashkë me Elisa Spiropalin duke kërcyer Tallavamun në sheshin Skënderbej në kohën e zgjedhjeve. Sa e banaliteti. Ky është autoriteti i banalitetit. Të kërcejnë Tallava. 2 gra. Shpresë më të mëdha të pushtetit. Ky është banaliteti. Këto në s'po i shoh më shesh. Pse nuk e numërojmë ne si fitore të madhe? Këto mund të kenë miliarda, po këto janë shtukur. Nuk guxojnë. Elisa Spiropali, po ka filluar të dali pak më, ajo që shpiku në fundit Skënderbeu. Ja. Mamisa, ajo tani është bërë vërtet mamis. Së dyti u bërë mamis, po. Por duhet të shohim, më vjen keq që flas për këta emra. Më ndyhet goja, po duhet ta themi banalitetin. Edhe duhet ta themi në formë shumë në formën më cinike të ironisë. Duhet ta çojmë në ekstrem, ne duhet të kemi njerëz turp. Duhet ta shkruajmë aq fort, duhet të kemi turp nga qendra jonë. Pra vërtet ne duhet të dimë ta themi çfarë banaliteti është kërcesh Tallava në sheshën e Tiranës në fushatën në zgjedhore. Është normalizuar banaliteti për mës. Ne ta kuptojmë, kemi turp dhe kjo do shumë ditë proteste. Dhe do që protestave, të njerëz të protestës, t'i rikthejnë figurat banale. Ashtu siç po thosha, sistemi komunist nuk mund thuash ka qenë diktatur, pa thënë tani do rime vitet të tërë, do të themi format e tmerrit, format e dhunës, format e krimit, strukturat e dhunës. Do i themi, do i shohim. Jo, ne, ka qenë diktatur këtu, Enver Hoxha diktator, hajtë mirupafshim. Jo. Të shfaqsojnë, e kanë marrë si term Enver Hoxha shfaqsim. diktator. Ka qenë Enver Hoxha në aleancë me kushet disa njerëz. Për gjithmonë projektimi që farin e ka Enver Hoxha, bën që të çlirohen të gjithë. Jo. Në tani jam në shesh duhet përmendur të gjithë emrat. Sa të kesh? Jo. Ramanburg, Berishamburg. A thotë se këta vetëm. Jo. Kjo është... Sepse ato janë përfaqësues të gjithë Po bëhu me pjesës tjetër, prandaj. Bëhu me profesuesit. Me gjithë unë Edhe populli i shef ata si fajtorët kryesorë. Unë po kërkoj që italianët të më thonë cilët janë ata italianë që kanë bërë keq Shqipëri. Ne dim që si treva shqiptare ne jemi bashkuar kombëtarisht te krimi. Ne dim që Samir Mane ka kompaninë sa duash në Kosovë. Po e dim që Baton Haxhiu mund të ketë ndoshta tokën Zvërnec. E pra këto duhet dalin. Ne në atë protestë duhet trim që të mësojmë sa më shumë të vërtetën tonë. Jo ta mbyllim protestën me një përshkallëzim, edhe? Nuk është rezultati i ndeshjes që ka rëndësi. Rezultati është si e luajtën futbollin. Mund ta fitosh një ndeshje, po s'pate pare që ke lujt gabim krejt. Ndeshjen e dytë se fiton. As tretën, as 11-ën, as 50-ën, mban mend që ke fitu i herë. Çështja e një lufte këtu jo një betejë. Prandaj këta shtyn me shumë qef. A si të shkoj protestë? Çfarë do bëj protesta? Çfarë përshkallëzimi? Se duan mbyllet protestë. Ta nuk duan shohin njerëz në shesh. Se vetëm aty në shesh njerëzit si janë refugjat. Është e para formë njerëzore e shqiptarit ku ai s'dihet refugjat. Është në sheshin qendror të Tiranës dhe mund të thotë çfarë ti do i shefi. Më në fund. Si e shef këtë pjesën që jemi bërë si paketë turistike për protestën, është për të qarë dhe për të qeshur i kosisht faktën. S'kemi atraksione tjera dhe është bërë i vetmi atraksion Jo, protestë. kemi një atraksione tjera, mirë, të kalojmë tani një pikë tjetër, domethënë se është pikë tjetër. Përveç qofteve ke pazari, po them atraksione.
Po, atëre, ne kemi atraksione të tjera, Rama dërsa ka luajtur, ne kemi aq shumë atraksione sa pikërisht kur po deklaronte që do kemi sa 1 milion turistë, domethënë Rama shkatroi gjithë monumentet e kulturës, mbylli galerinë e arteve, ka 6 vjet dhe mbylli edhe muzeun historik. Pra ka aq shumë sa i mbylli 2 qendrorat. Kështu që turistët në fakt po vinë po gjejnë te ne atë që s'kan parë prej kohësh të vetja. Është e rëndësishme kjo. Të format e tjera ata i kanë parë të vetja, po të shkojnë në galeritë e arteve, ku të shkojnë kudo, janë forma që ai ka parë. Ka vite që s'po i shohin të vetja i protestë të tilla. Është protestë shumë globale, kjo globale integrale në formë. Ata kanë kuptuar parë të vetja. Protestat e tyre janë protesta sindikale kryesisht. Kur shkon një protestë sot në Perëndim, janë me shtresa. Sindikata X, sindikata Y, sindikata partia kështu, partia ashtu, edhe janë grupe që mblidhen bashkë. Gjithë e dinë që në fillim që këta s'janë bashkë. Edhe ata i kundërvijnë veç në të njëjtin shesh strukturës unike të pushtetit. E dim që brenda pushtetit nuk janë bashkë. Po ata vendosin një marrëveshje. Këta poshtë nuk vendosin dot marrëveshje. Kështu që çdo turist i huaj vjen këtu dhe thotë, po, këtu s'ka as i sindikat. I thonë, po ja, është një parti e vogël aty. Mirë, dakord, po. Ata si këta që i kanë, okej. As veshje tjetër, as në një. No. Për herë të parë i shef një lloj proteste popullore. E vlerëson më shumë se ne. Më shumë se vlerësojmë ne protestën tonë. Ai përkundër nuk do të bëj pyetjen, çfarë përshkallëzimi do ketë? Ai s'ta bën këtë pyetje. Ai thjesht e shijon. Shtilum thosh po shofte marshimi që bëjmë çdo natë na bashkohen edhe janë shumë. Po jeton për një moment, po jeton me një popull që vepron mbi sheshin e vet. Për kjo është protestë e bukur ndaj cilës Rama nuk vepron thash dot. Nuk vepron dot policia, kaq thjesht. Prandaj këta duan thonë, merrni një përshkallëzim që të fusin polici. Ç'të thosh, ja, provuan të hedhin 5 minuta. Ujë. Kur e panë që një grua u hodh kundër hekrave, ajo thanë është rrezik, të riquni. Po ti kujtojmë datat tona, në 10 shkurt, 2007, kur është bërë një protestë e madhe në Prishtinë, deklarata ka qenë rruga është e jona. Rruga e Kosovës. Kjo është rruga e Kosovës, rruga është e jona. Edhe këtë frazë ka thënë Adem Demaci, ka qenë me Albin Kurtin. Përballë çfarë kishin? Të gjithë dispozitivat ushtarak, ndërkombëtar dhe vendas, që gjuajtën me të gjithë llojet e armëve mbi protestuesit. Dhe ndoshta është nga krimet më të hapura, më të tmerrshme të shekullit 21. Në botë. Jo në masën e krimit. Në mënyrën se si një ushtar i huaj, rumun, që nuk e njeh Kosovën dhe është aty i futur në formën e ushtarakut të grupit të tjerë, të bandës, nuk e di, mund të përdori lirshëm armën mbi një njeri të parmatosur. Rama se bën dot këtë gabim, se po bëri. Për shkallëzimin e ka kriju vetë. Dhe sigur që se bën këtë gabim? Nga që u shpreh me vit. Tani është kaq i dobët. Tani është kaq i dobët. Të kemi forma të tilla, ato përshkallëzime i bëri Berisha në 97. Po kur i bëri? Pasi moralisht, etikisht kishte shkatruar ai vetë pushtetin e vet. Mund të kishte drejt i bënte, qofse nuk do kishte 26 maj 96 dhe nuk do kishte thirrje në përfushata bashkë me Vebi Alimuçën. E njeh Vebi Alimuçën? Po. Qofse ai s'do kishte rënuar konceptin e politikës në formë piramidash financiare, ai do kishte drejt të mbronte për shembull bazat ushtarake nga sulmet e njerëzve. Po kur ti ke dhunuar njerëzit me ushtri në sheshin publik, ka futur ushtar një ditë pas zgjedhjeve në shesh për të rrahur njerëzit ushtar. Pra solli ushtarin që mbron kufit dhe sovranitetin, dhe solli funksion e policisë që mbron rendin.
Shiko, gafat dhe krimet kombëtare të këtyre udhëheqësve që kanë kaluar një di kaq mirë. Dhe mua më vjen keq se nuk i dëgjoj ende t'i thonë njerëz që supozohet se dinë. Dhe supozohet nuk din asgjë. Kur si kanë thënë Berishës dhe vetët në PD, si futet i ushtrinë, qoftë 100 ushtarë, s'ka rëndësi. Si mund të futesh ti ushtar në shesh për të rarë 500 a 1000 protestues? Nuk kanë thënë shefi e di. Si krijohet, si thua, dhuna, nuk është vetëm ai që do të mbaj dhunën, mbar si kryesori i dhunës. Janë dhe ata që ja delegojnë. Që heqin përgjegjësi nga vetë, ja thonë shefi e di, e bëjnë shefin edhe emrin kryesor të dhunës më vonë. Si thonë këta, Enveri e dinte. Pra bëjnë një Enver unik si bartës i dhunës, dhe bëjnë një Enver unik edhe si themi, objektin sakrifisës për ata vetë. Pra e vratë Enverin, tani jemi të pasur të gjithë. Jezu Krisht në kohë moderne. Kështu pastrohen, si thua, nga faji. Dhe në atë moment, thonë, ja ju e hodhën buste Enverit, Partia Socialiste. Ne dalin dy figura, për cilët mund të kemë një respekt relativ, dhe thonë, Partia Punës ndojnë Partia Socialiste. Kush nduat gjë njerëzit, nduat programin, dënuat krimet e Enver Hoxhës. E kuptoni, si kalojmë ne pa reflektuar asgjë. Mungesa reflektimit na çonte përsëritje. Refugjat. Refugjati nuk ka drejtën të reflektoj tërësisht në tokën ku është. Kaq. E mbyllim me këtë se është refugjat. Po. Faleminderit, profesor. Do kemi Faleminderit për ftesën. Tema të tjera për të trajtuar, po kjo ishte ajo që na shqetëson aktualisht dhe shpresojmë që të arrijmë diçka për ata kuriozët. Është mirë se kur.